Pranë Lekës nga fshati Novosele Epërme i kanë vjedhur lopën dhe një mzat të cilat ndodheshin në stallën e tij. Ai thotë se lopa ishte e mbarsuar, ndërsa mzatin priste që ta shiste në treg. Loni kam mirë, kur kam mbrëmjet, në për të arbili kam marrë me që djalin e vogël dhe i kam lënë në çel me derën, po më dërja. Atër sot ku erdha u qova pak ma herë, në 5 sate visjangoni shumë në shtëpi familje. Të ne që aty në përshpje piva i kafe, kur erdha, kur përqeli derën, asë i sen. Për qumë shturë, në mësatin kam pas për me majtë për vitin, për fund vitit me shqit, ata kam pas për familje, tash përshet dhe thmin, pra atër që ty në kam majtë. Qumë shturë në kontë, që dhe i 25 litrë tamëll i në shajke. Lekaj dyshon se hajdutët kanë hyrë duke kputur telat për rreth orave të tij. Kanë kaluar, kanë dalë në përgrun, kanë dalë në kput telat, edhe kanë dalë livadhe dhe mo, si më pa me ta. Për këtë dëm, Lekaj e ka lajmëruar policinë e Kosovës, sepse nuk kishte idenë se kush ja ka shkaktuar vjedhjen. Fëtë policia që që kanë llogaritë këtë tërmi, po të këshin kushtu dhe ma shtajtë që mu në lio, pa herë mas poj nër 2-3 mijë unë ose kisha dhonë që që kam pas për qeftemin, as 3 mijë s'ma kishin pagu, po të shumë fati që ashtu që që kem pas fat na ka ardhë. Ta s'po di, kush e ka marrë, aje ka për veti, pra si dhe tjetë, bile me konë me ditë, ose mi a bo Allah, ose mi thonë burë, bile shka po të nevoj bashkë që s'fell me hi, edhe s'kem se... Ndërkohë nga policia e Kosovës bën të ditur se pas raportimit kanë arritur në vendin e ngjarjes ku në raportin e tyre thuhet se persona të panjohur kanë vjedhur një lopë. Për rastin është njoftuar edhe prokuroria, ku rasti është duke u hetuar dhe i njëjti është cilësuar si vjedhje e rëndë.